Doktor Gentian Toshzi është neurokirurg Shtetet Bashkuara të Amerikës në Pennsylvania, po ka një histori shumë interesante se mbriti atje. Është një nga kirurgët e njohur, neurokirurgët e njohur dhe i vlerësuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Doktor, sa vjet ke në Amerikë? 20 vjet. 20 vjet. Si shkove? Me një vizë turisti nga Franca. Po në Francë si shkove? Nga Shqipëria, nga Tirana, me një bursë e cila nuk u aprovua fillimisht, por më pas profesori francez kishte parë aplikimin dhe shpreu dëshirën dhe ofroi të më merrte në departamentin e tij. Pas disa muaj pasi. I futem mik doktorit apo thjesht pa aplikimin? Po në Amerikë si shkove? Mora një vizë turisti dhe shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të takuar familjarët? Po. Edhe? Ka familjarë të gëzua, nuk zova dhe unë që pas familjarët e mi pas shumë vitesh. Ata ishin në punët e tyre të zënë dhe unë shkoj në një nga spitalet. Nga që s'kishe çfarë bëje se ata ishin punë. Kaloja kohën gjatë ditës për të parë një eksperiencë amerikane. Trokas në derën e shefit të departamentit dhe i kërkoj që të vërtetoj për disa ditë në eksperiencën amerikane. Po si të morën pastaj? U njohë me ndonjë mjek? U njoha me një nga profesorët atje, që tashmë është miku im, profesor Jim Evans, i cili bënte vizitat me specializantët dhe në fund i jap dorën e falenderoj për mundësinë që më dha që të shikoja eksperiencën dhe sallat operatore atje, duke i thënë që kam të dëshirën që të vi të bëj një eksperiencë në Amerikë. Dhe u ktheve pastaj? Rikthehem sërish me vizën e turistit për ta takuar sërish, për t'i thënë që unë po jap provimin dhe dua ta bëj një eksperiencë amerikane, disa mujore ose një vjeçare, por nuk e takoj dot. Sepse ishte i zënë në sallën e operacionit, takoj vetëm sekretaren. Ishte dita e fundit të nesër, nisem për në Francë dhe te geti i aeroportit, kalon pikërisht profesori dhe i them... Se takohet do spitalet, takohet te geti? Te geti i aeroportit. Dhe prej këtu? Dhe prej këtu më thotë, ti ishe dje... U transferove në Amerikë? Dhe prej këtu, ai më hapi një derë për të shkuar për të bërë research atë... Sa operacione ke bërë deri tani? Mbi 10.000 operacione. Kush ka qenë më i vështiri, sa ka zgjatur? Mbi 12 orë. 12 orë? Po shqiptar vinë për operacione? Kam shumë shqiptarë që vinë për operacione. Doktor Gentian Toshzi është neurokirurg në Pennsylvania, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shpresoj që të kthehesh një ditë. Faleminderit. Faleminderit, doktor.